Vlla Ibrahimi po pyet edhe po thot. Çaj hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ku thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, çdo gjykac apo çdo dietar, nëse me ijtihadin e tij, me hulumtimin e tij, prej Kuranit edhe Sunnetit, ja qëllon për me arrit deri tek e vërteta, ja qëllon. I merr dy shpërblime. Nëse nuk ja qëllon, Allahu azza wa jall nga mëshira e tij pja jep një sevap, një shpërblim pja jep. Tash, shtrohet pyetja, që ky ijtihad a është për dietarët e Ahlus Sunnetit apo në mënyrë të përgjithshme? Nëse e hapim derën edhe themi që kjo është për të gjithë, edhe për njerëzit e devijuar, atëherë do të hapet një derë shumë e rrezikshme. Se secili do të thotë që filoni ka bëj ijtihad, apo si ka qillu edhe u kry puna. Për shembull, ka pas prej dietarëve të selefit që kanë fol fjalë jo të hishme për Muawijen. Bukur. Mirë po, shiat flasin kundër Muawijes. Bukur. Kundër sahabive. Dhe dietarët kanë thonë, sharja e Muawijes është dera fillestare që ti kime arrit tek sahabet. Mi godit sahabet. Bukur, që aty është thyerja e parë. Bukur, a Muawija është shkruesi i Kuranit. Bukur, pse thot ti s'pi arsyeton shiat që pe shajnë Muawijen, pe arsyeton dietarin e Sunnetit, a veç pse është me ty ato, pe arsyeton e këto s'pe arsyeton? Çfarë përgjigje mi dhona? Ai të argumentohet me hadithin çka? Kush bën ijtihad ja qëllon, e merr dy shpërblime. Kush si ja qëllon, i merr një shpërblim. Shia ka bërë ijtihad dhe ka në përfundim që Muawija kështu dhe merr shpërblimin. Arsyetoje. Çfarë përgjigje mi dhona këto? Përgjigja është shumë e qartë. Që ky dietar që ka gjyku për Muawijen si sahabi, a e ka metodologjinë dhe rrugën e ndjekjes mi shoh sahabët? Mirë. Shiat, çfarë metodologjie kanë ndaj sahabeve? Ata në akiden, bazë të akidës të fesë tyre e kanë me i shoh sahabët. Edhe çtu bëhet ndarja në mes neve dhe atyre. A pe kuptoni? Do më thonë, një ehli sunneti wal jamaa, një pasues i selefit, nëse aksidentalisht bie në gabim, arsyetot nuk ja marrin për bazë edhe ja ruajmë reputacionin. Mirë, po ky që tërkohën hedhë vënirë për sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku do marrë sytu ata? Ai qëllimi ka mi godit sahabit. Më thonë, që tu është çështja dallimit mes ehli sunneti wal jamaa edhe ehlu bidatit. Nëse i kupton këto, u kry puna. Nuk bën çdo kush ijtihad Allah. Secili që qohet me kokën e vet më çu me bëj ijtihad. Duhet me pas mjete të vegla. Na çdo që jemi hoxhallar, se nuk bëjmë ijtihad. Na i marrim gatshme për ulemave. Nuk e kemi gradën e mujtehidulve. Na thjesht çka bëjmë vllazni, hoxhallar, çka duhet me bëu? Hoxhallar, te na duhet më kon lidhëse mes xhamatit edhe mes ulemave. Ti veç ki më kon si lloj ndërmjetësi, si lloj poste me qute ulemat. Sikur doktori praksës përgjithshme, çka bën? Vjen personi e sheh që pak është marrë rond veç e thot, shko te neuropsikiatri, shko tek kardiologu, shko tek urologu, shko tek pulmologu, shko tek filoni fistit dermatovenerologu. E njëjta gjë edhe me ne, tjera mukalla, e njëjta gjë bëhet edhe me neve që na juve ju mësojmë emrat e ulemave, nuk thrasim të vetvetja. Edhe kur të shihni ju nëpër internet Sheikh Uthaymin, e kum gu hoxhën që ma ka përmend Sheikh Uthaymin. E kum gu hoxhën që ma ka përmend Sheikh Bin Bazin. E kum një hoxhën që ma ka përmend Sheikh Albanin. Filonin, Fistekin, Sheikh Fauzanin, Sheikh Luajdanin, Sheikh Abadin, Sheikh Islam ibn Taymiyan, pastaj më herët Imam Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun, Hanbeliun, e atëherë ti e vëri që kjo është i lidhur me ulemat. Nëse i kuptojmë këto gjëra, atëherë kemi të lehtë me lejen Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.